Besoj që edhe ndër ata që protestojnë, një pjesë duan që gjërat në Shqipëri të shkojnë më mirë dhe janë sinqerisht shqetësuar për si do të shkojë zhvillimi i investimit në Zvërnec, ndërkohë që një pjesë tjetër, pjesa dominante, nuk është se nuk duan që gjërat të shkojnë më mirë, absolutisht, por ashtu siç ata duan që të shkojnë gjërat, më e keqja vjen për Shqipërinë. Dhe Lora masivisht atje e do zhvillimin dhe duke shkuar në Vlorë, dua të ndalem tek një simptom shumë problematike, e cila po forcohet dita ditës. Anullimet e rezervimeve për sezonin nga turistët e huaj. Kam marrë shumë mesazhe, por natyrisht që unë nuk mund të dalë dhe ta përdor këtë që të thuhet të ndalosh protestën se tu doj shpirti për hotelet, por nga ana tjetër nuk mund të ripa thënë që edhe në Vlorë dhe në Durrës ka pasur protesta të operatorëve turistik. Protesta sensibilizuese. Në Vlorë kanë qenë rreth 95% e atyre që zotërojnë hotele, restorante, bare, që janë bashkuar protestë sensibilizuese duke kërkuar mirëkuptim që sezoni të mos dëmtohet, sepse është një dëmtim i drejt për ekonominë familjare të shumë njerëzve të lidhur me turizmin dhe është një dëmtim i drejt për ekonominë lokale dhe për ekonominë kombëtare në tërësi.